Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni dhimbje koke në mëngjes, ja problemet shëndetësore që paralajmëron. Në ka mënyrë më të keqe për të filluar ditën është ajo me dhimbje koke, sa po të hapër syt. Gjithashtu, dhimbja e kokës në mëngjes jo vetëm që është një ndjesi tepër e bezdishme, por është edhe kufizuese, pasi nuk je i qartë se çfarë ta ka shkaktuar. Ne këtu do t'ju rreshtojmë të gjitha arsyet pse mundet të zgjoni me dhimbje koke, mos të neglizhoni, pasi mundet që të jetë një shenjë serioze e këtij problemi serioz. Nuk keni fjetur mjaftueshëm. Trupi juaj ka nevojë për 7 deri në 8 orë gjumë në mënyrë që ai të funksionojë normalisht. Kur ju flini më pak, ju do të ndjeni marramendje dhe dhimbje koke. Keni fjetur më shumë se ç'duhet. Kur ju flini më shumë se 9 orë, niveli i serotoninës bie dhe kjo gjë ndikon po ashtu në qarkullimin e gjakut në tru, duke na shkaktuar ne dhimbje koke. Niveli i ulët i endorfinës. Niveli i ulët i endorfinës mundet që të ndikojë në nivelet e neurotransmetuesve të tjerë si serotonin, të cilat munden që të ngushtojnë enët e gjakut në tru. Dhe ky ngushtim zvogëlon rrjedhjen e gjakut në tru, gjë që mundet të shkaktojë dhimbje koke. Keni pirë alkool. Pijet alkolike ju dehidratojnë duke reduktuar sasinë e gjakut e cila rrjedh në trurin tuaj. Kjo gjë mundet të shkaktojë marramendje dhe dhimbje të forta koke në mëngjes. Gjithashtu, mund edhe të ndodhë që dhe gërhitja të shkaktojë dhimbje të forta koke në mëngjes. Nuk keni pirë kafen e mëngjesit. Vuani nga tensioni i lartë i gjakut. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut dhe ai është 14/9, do të thotë që enët e gjakut po vërshojnë më shumë presion, gjë e cila shkakton më pas edhe dhimbje koke. Qumësht, kanellë dhe mjalt është receta më e mirë natyrale për të trajtuar dhimbjen e kokës. Me ngarkesën e përditshme, dhimbjet e kokës janë kthyer në një shqetësim të përhershëm. Lodhja, stresi, luhati të tensionit apo edhe një gjumë jo i rahatshëm, shkaqet janë nga më të ndryshmet. Shpesh vetëm me qëllimin që dhimbja e kokës të ndalojë, ne konsumojmë ilaçe nga më të shumtat që herë funksionojnë e herë jo. Ne këtu do t'ju tregojmë një kombinim i cili mundet të përdoret në rastet kur ju keni dhimbje koke për të lehtësuar dhe për të eliminuar gjithashtu krizat e forta dhe të padurueshme. Të gjithë përbërësit janë natyral dhe nuk e dëmtojnë fare organizmin nëse konsumohen. Gjithçka që ju duhet ashtu si ne përmendëm janë kanellë, qumësht dhe mjalt. Si të përgatisni kurën me kanellë për dhimbjen e kokës. Në një çajnik ne do të hedhim një gotë me qumësht dhe e vendosim atë në zjarr për të ngrohur. Aty ne do të shtojmë 2 lugë çaj me kanellë pluhur. Qumshtin me kanellën duhen lënë në zjarr në mënyrë që të arrijnë pikën e zdjerjes. Ne ju këshillojmë gjithashtu që të bëni kujdes që të mos e lini qumshtin që të valojë shumë, pasi një zjerje e fortë e tij do t'i humbiste vlerat e nevojshme dhe ushqyese. Qumshti me kanellë e kalojmë në një gotë qelçi dhe aty shtojmë 1 lugë çaji me mjalt. Duhet që ta përzieni vazhdimisht në mënyrë që kanella të mos kullojë në fund të gotës. Kështu që kur ta pini, shija e fortë e kanellës do të jetë njëkohësisht e neutralizuar më së miri me qumshtin dhe mjaltin. Pasi ju të keni pirë qumshtin me kanellë dhe mjalt, e mira është që të shtriheni për disa minuta dhe të prisni që kjo pije të bëjë efekt. Vlerat e qumshtit me kanellë dhe me mjalt.
Qumshti i ngrohtë dhe mjalti ju qetëson muskujt e kontraktuar nga dhimbja, ndërsa substancat të cilat gjenden te kanella arrin që të neutralizojnë receptorët e dhimbjes dhe kështu krizat në formën e goditjeve fillojnë edhe të zbehen. Nëse ju nuk keni kanellë pluhur, ne ju këshillojmë që të përdorni edhe shkopin të kanellës. Mjafton që në vend të 2 lugëve të kanellës pluhur, ju t'i zëvendësoni ato me shkop të kanellës dhe më pas të ndiqni recetën siç ne e përshkruam. Këtu do t'ju njohim edhe me pijet më të mira të cilat ndihmojnë për të lehtësuar migrenën. Kafe pa kafeinë. Për shumë njerëz, kafeina është një shkaktar i mundshëm për episodet e migrenës. Ndaj, zëvendësimi i kafes me një kafe e cila nuk përmban kafeinë mundet që të jetë një zgjidhje e mirë për ta që nuk duan të heqin dorë plotësisht nga kjo pije. Megjithatë, edhe për kafen pa kafeinë, këshillohet që ju të mos pini më shumë se 1 filxhan në ditë. Çaj jeshil. Gjithashtu, çaji përbëhet nga gjethet e bimës, Camellia sinensis dhe gjithashtu është i njohur për antioksidantët e tij, të cilët mendojnë se luajnë një rol kyç në largimin e dhimbjeve të kokës. Çaji i mentes, i njohur për efektet e tij analgjezike, vaji i mentes përdoret zakonisht në formë çaji dhe thithja e aromës, veçanërisht nëse jeni duke përjetuar dhimbje koke pulsuese. Çaji i mentes është pa kafeinë, kështu që mund ta pini atë në çdo kohë të ditës pa frikë se mundet që të ndikojë në gjumin tuaj. Nga ana tjetër, pini edhe çajin e xhinxherit, një tjetër çaj bimor pa kafeinë e cila mundet që të ofrojë lehtësim për episodet e migrenës është çaji i mirë i xhenxhefilit. Një tjetër çaj bimor gjithashtu, për sa i përket për sulmet e migrenës, xhenxhefili ndoshta është më i dëmshmi në reduktimet e të përzierave dhe të vjellave, simptomave të cilat shfaqen gjatë një sulmi. Lëngjet e zarzavateve dhe me gjethe jeshile. Nëse nuk konsumoni mjaftueshëm zarzavate me gjethe jeshile, mund të keni një mungesë të një vitamine tepër të rëndësishme të quajtur folat, vitaminë B9. Kjo mund të mos ndikojë me sulmet e migrenës. Një studim i vitit 2015 gjithashtu tregoi se acidi folik redukton gjithashtu simptomat e migrenës, por ende nevojiten më shumë kërkime për të përcaktuar nëse marrja e kësaj vitamine në formë suplementi ndihmon në parandalimin e sulmeve të migrenës. Megjithatë, ju mund të përfitoni nga marrja e folatit, gjithashtu dhe nga ushqime dhe në formën e lëngjeve. Ujë, përveç konsumimit të pijeve të tjera, është shumë e rëndësishme të pini mjaftueshëm ujë gjatë gjithë ditës. Kjo ndihmon në parandalimin e një shkaktari të zakonshëm të sulmeve të migrenës që është dehidratimi. Ujë i mbushur me fruta. Uji i mbushur me fruta mundet që të jetë një mënyrë më e shijshme për të shmangur dehidratimin e cila mundet të shkaktojë një sulm migrene. Thjesht shtoni fruta të freskëta të coptuara në një gotë me ujë për më tepër shije dhe vlera ushqyese. Në varësi të llojit të frutave që përdorni, mund të përfitoni edhe lëndë ushqyese si vitamina C dhe antioksidant të tjerë. Lëngu rushi. Lëngu i rushit gjithashtu përmban mjaftueshëm magnez, një mineral i rëndësishëm i cili mundet që të përmirësojë gjendjen tuaj. Marrja e sasisë së rekomanduar të magnezit është njëkohësisht e rëndësishme në procese të tjera të trupit. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.